Të dashur shqiptar, çfarë është gjuha pellazge? Gjuha pellazge konsiderohet nga autorët e Oxfordit si gjuhë greke, po nga nxorën atë konkluzion. Si arritën të kuptojnë gjuhën pellazge? Arritën këtë konkluzion duke lexuar poemën Aleksandra të autorit Lykofron në Aleksandri, autori i shekullit të 3 para son, i cili bën një poem gjoja që do rivalizonte me atë të Iliadës dhe të Odiseas, por nuk i arriti qëllimit. Problemi i Lykofronit ishte se gjuha e tij ishte shumë e vështirë, mezi kuptohej nga vetë grekët. Shkruante në një dialekt shumë të vështirë. Vepra e tij mbetet e harruar dhe zbulohet nga shkencëtarët e Oxfordit. Mirpo Lykofroni në poezi përdorte gjithmonë formën pësore dhe jo veprore. Në atë periudhë nuk kishin kompjutera. Dhe vepra e Lykofronit është interpretuar me gabime nga vetë autorët grek të Bizantit, i cili nuk quheshte Bizant, quheshte Perandoria Romake e Lindjes. Pra i është ndruar emri Bizantit, por është keq interpretuar mënyra e keq interpretimit të vetë autorëve të Bizantit të autorëve helen që nuk i kuptonin mirë. Kjo është një poem kaq e vështirë sa që autorët grek me shënime përpiqeshin të shpjegonin se ç'donte të thoshte Lykofroni. Për shkak se ai përdorte shumë shpesh alegori të ndryshme për periudhën kohore në të cilën e shkruajti këtë poem, pra shekulli 3 para son, me konotacione politike të asaj periudhe. Pra nuk është vepër historike, është poem. Dhe në një varg të tij, Lykofroni, fjalë për fjalë, thot: Pelazgikon Tyfona. Është një emër që e përdor për Akilin. Këtë emër e përdor Kassandra, e cila parashikon rrëzimin e Trojës. Dhe Akili për të është një përbindësh, e quhen demon që nxjerr tym, si tyfoni. Nga fjala tyfo, nxjerr tym në gjuhën greke, Akili portretizohet si demon. Dhe autorët grek e dënuan Lykofronin për këtë portret të Akilit kaq të shëmtuar, sepse sipas tyre Akili ishte këmbëshpejti, i mrekullueshmi, por për Lykofronin ishte shkatruesi i Trojës. Pra, nuk e konsideronin Trojën si një vend etnik, por si një vend të largët të një lufte që kishte ndodhur 400 vjet përpara se sa të lindte Homeri, para rreth viteve 1200 para son. Dhe askush nuk e dinte kush ishin trojanët. Nuk dinin akoma çfarë ishin indo-europianët. Nuk dinin akoma ngjashmërinë e shqipes, gjuhëve gjermanike, kelte dhe atë greke. Pra çdo gjë përpiqeshin ta shpjegonin me elemente grek, autorët grek. Këtë varg, do të thënë këtë sharje, demoni, thot ai Akilit, kjo është një fjalë që është thënë nga Kassandra, pra ajo e mallkonte Akilin si shkatrues të Trojës. Ndërkohë që Homeri e lavdron Akilin me fjalët më të bukura. Në këtë diskutim të autorëve të lashtë që po diskutonin ndryshimin e një vepre të rëndomt si Aleksandra e Lykofronit dhe një poeme madhështore si Iliada, pikërisht në këtë diskutim, në këtë debat, u kapën autorët e Oxfordit, të cilët e keq interpretuan këtë epitet, Pelazgikon Tyfona. Është shumë qesharake, sepse Lykofroni përpiqet të imitoj Homerin. Pra Lykofroni heq format e trajtës së shquar të emrave. Për grekët kjo është blasfemi, sepse kjo duhet të ishte në greqisht Pelazgikon ton Tyfona. Pra Tyfona është emër në rastin kallëzore. Po, këtë gjë bënte edhe Homeri, këtë gjë bën dhe gjuha mesape në Mesenja, gjuha ilire, është shumë e ngjashme me greqishten. Edhe dialekti jonik i Homerit, i përdor nazin e vogël, është si greqishtja, kopje,
thjesht nuk përdoren format e trajtës së shquar. Për një grek, pelazgikon tyfona s'ka kuptim. Atëhere, autorët grek, duke mos e kuptuar që Lykofroni përpiqet të imitoj Homerin dhe i heq format e trajtës së shquar, ata kujtojnë se Pelazgu i thot Akilit o tyfon, në rastën kallëzore që s'ka kuptim. Kjo është mënyra e krijimit të tokfjalshme në gjuhën homerike. Ai nuk përdor gjinoren, përdor kallëzoren. Çmenduri, dhe nuk përdor formën e trajtës së shquar fare. Pra nuk përdor pelazgikon ton tyfona, po thot pelazgikon tyfona. Atëhere, autorët e Oxfordit thonë që Pelazgu i thot Akileut o tyfon, sepse edhe për ta nuk ka kuptim se si Lykofroni përpiqet të shkruajë me këtë dialekt ku nuk përdoren format e trajtës së shquar. Atëhere lindi gjuha pelazge. Pelazgu i paska thënë Akilit o demon o tyfon. Por në rastën kallëzore që s'ka kuptim, është çmenduri. Tani unë hedh këtë në inteligjencën kompjuterike dhe ajo thot që ju keni të drejtë. Kassandra thot dhe e shan Akilin pelazgikon tyfon, o përbindësh, o gjarpër, o tyfon. Sepse tyfoni ishte përbindësh i gjarpër që luftoi me Zeusin dhe humbi. Dhe malet e spërkatura me gjakun e tyfonit quheshin Emos, gjaku. Që është interpretimi i ngjyrës së kuqe të përdorur nga fonikasit për të ngjyrë rrobat perandorake foinike. Çmenduri. Për të justifikuar këtë emër, ngrihet koncepti i maleve të gjakut. Një veprim poetik për të shpjeguar emrin Foinikion në Sarand, kështjella e fenikasve, që ishin semit, nuk ishin grek. Deri ku shkon çmenduria njerëzore. Autorët grek të Bizantit nuk po e kuptonin që Lykofroni po përpiqej ta imitonte Homerin hap pas hapi, por nuk i arriti dot, nuk arriti të bëhej një poet i njohur. Komplet i harruar që filluan ta interpretojnë ç'ishte ky poet nga Aleksandria i cili po përpiqet të imitoj Homerin, dhe që shkruan me gjuhën homerike pa format e trajtës së shquar. Kjo është e gjitha. Kështu lindi gjuha pelazge. Pra në vend që të interpretohet ashtu siç është në origjinal, Kassandra i thot Akilit o tyfon pelazgian. Po pse do thoni ju? Sepse Akili ka lindur në një vend që Homeri e quan Pelazgia. Kjo është arsyeja. Dhe Akili vishej si vajzë që të mos shkonte në luftën e Trojës, që mos ta merrnin si luftëtar. Këtë bën pikërisht Lykofron. Fillon dhe shan Akilin, i thot demon Pelazg, fjalë për fjalë. Autorët grek të se kuptojnë, pastaj dhe autorët e Oxfordit e marrin që kjo është gjuha pelazge, përderisa Pelazgu i thot tyfonit o tyfon. Shikoni vetë, dhe tregoj në origjinal edhe se si e bëra vetë zbulimin dhe si më ndihmoi dhe inteligjenca kompjuterike. Pra kjo është gjuha pelazgjike, janë gabime gjuhësore. Praktikisht gjuha pelazgjike nuk ekziston, nuk e dim çfarë është. Është një rajon në Thesali, i quar Pelazgiotis, një lugin me qytet Skotausa, që do thot hishi ose errësirë e hishme, emri Afroditës. Është emër grek, por nuk ka dëgjuar njëri pelazgjisht. Janë thjesht çmendurira, figura poetike të krijuara nga Homeri 400 vjet mbas luftës së Trojës. Pastaj 500 vjet më vonë, Lykofroni bën një poem tjetër dhe i thot tyfoni pelazgjik. Është sharje për Akilin, do thot o gjarpër pelazgjik.
ta interpretojnë Pelazgu i thot Akilit o tyfon, atëherë me qënëse kjo është fjalë greke, atëherë dhe Pelazgut flasin greqisht. Deri këtu arrin çmenduria. Pra kjo është çmenduri e autorëve anglez dhe amerikan, por dhe grek që skuptonin Lykofronin. Të dashur shqiptarë, sot do të mësojmë për çmendurim pelazge. Kjo është poema e Lykofronit Aleksandra e shekullit të 3 para erës sonë, ku ai përpiqet të imitojë stilin e Homerit, por këtë nuk e thot inteligjenca kompjuterike, këtë unë e kam kuptuar vetë. Inteligjenca kompjuterike tregon që Kassandra e shan Akilin, i thot o gjarpër pelazgjik, pelazgikon tyfona. Në greqisht, kjo do të ishte pelazgikon ton tyfona, dhe ja t'ju argumentoj unë se pse. Argumenti është drithërues. Në dialektin e Atikës do të lakoj emri tyfon kështu, gjarpër. Ho tyfon, to tyfonos, toj tyfoni, ton tyfona dhe thirore o tyfon. Por në gjuhën e Homerit zhduket forma e trajtës së shquar komplet dhe kemi emërore tyfon, gjinore tyfonos, dhanore tyfoni, kallëzore tyfona dhe thirore tyfon. Pra Homeri heq komplet format e trajtës së shquar dhe pelazgikon ton tyfona, që do të ishte në greqisht, Homeri duhet ta kishte shkruar pelazgikon tyfona, por Homeri nuk ka thënë një gjë të tillë, sepse ai nuk e quante gjarpër Akilin, po i jepte emra të bukur. Këtë ka bërë Lykofroni, ka imituar Homerin, e ka hequr formën e trajtës së shquar ton tyfona në kallëzore dhe ka bërë tokfjalshin pelazgikon tyfona. Mi po për një grek kjo s'ka kuptim. Nuk di greku ç'do me thënë. Dhe ai ti dukur sikur në vend që të dali tyfoni pelazgjik, ka dalë sikur pelazgu i thot Akilit tyfona në rastën kallëzore, gjë që s'ka kuptim. Këtë gabim e marrin autorët anglez dhe thonë që gjuha pelazgjike është gjuhë greke sepse pelazgu i thot Akilit o tyfon. Tani do ta shikojmë në origjinal. Këtu kemi interpretimin e poemës së Lykofronit, që është e rindërtuar. Do të kemi parasysh që veprat greke kishin humbur, u gjetën copa papirusesh dhe u rindërtua, dhe ky rindërtim është bërë mbi bazën e interpretimit që është bërë poemave të Lykofronit nga autorët e Bizantit. Pra nuk është poema origjinale. Mi po kuptohet shumë qartë, sepse mungon forma e trajtës së shquar tyfona, duhet ishte ton tyfona në rastën kallëzore, dhe është ngjitur me të pelazgikon. Dhe duket sikur pelazgu i thret Akilit o tyfon. Kështu kanë interpretuar autorët grek, se kuptonin çfarë po ndodhte, nuk e dinin ata që Lykofroni po interpretonte Homerin, ku mungojnë format e trajtës së shquar. Kjo ju ka shpëtuar të gjithëve, dhe amerikanët tashti thonë me qenë se pelazgu i thot Akilit tyfon, më sakt tyfona, atëherë pelazgu flit ka greqisht. Pra, këta janë më keq se Eleni Kocaqi. Është shumë e rëndë kjo që ka ndodhur. Pra, s'kush nuk e ka kuptuar përveç meje që Lykofroni është përpjekur të bëhet i famshëm si Homeri, dhe 500 vjet më vonë, kur ishte zhdukur Homeri, pra, edhe hiri i Homerit ishte zhdukur, Lykofroni do që të bëhet i famshëm si Homeri dhe interpreton stilin e tij dhe nuk i përdor format e trajtës së shquar. Po për grekët kjo është heresi, se kuptojnë ç'do të thotë. Atyre duket sikur pelazgu i thot Akilit o tyfon, ndërkohë që Kassandra e shan Akilin o tyfon pelazgjik. Dua të them
që nuk ka rëndësi çfarë gjuhë kanë folur pellazgët, sepse nuk e di njeri çfarë gjuhë kanë folur pellazgët. Është një toponim i shpikur nga Homeri në Iliad. Nuk ka fot asnjëri s'ka përdor gjuhë pellazgë. As grekët vetë nuk e dinë çfarë është gjuha pellazgë. Shpiket një poem Kassandra, personazh në poemën e Lykofronit, e cila përpiqet të përdor gjuhën e Homerit, që se flet njeri, hiqet forma e kallëzores ton Tyfona, dhe duket sikur Pellazgu i thot Akilit o Tyfon. A kuptoni se në çfarë labirinthi idiotësirash dhe metaforash janë futur vetë grekët, duke përpjekur të interpretonin Homerin, dhe që askush nuk e ka ditur dhe nuk e di akoma se ç'ishte kjo popullsi pellazge në luginën e Thesalis, more, nuk është qytur Greqia Pellazgji, po një luginë e vockël. Një luginë e vockël pranë së cilës në Argos, gjithashtu, Pellazgjia, mendohet që është lindur Akili, po që s'është njeri i vërtet, është personazh mitologjik, është një lloj sikur Kreshniku të ketë lindur në Dibër. Të bëjë një poem për Kreshnikun dhe të imitoj stilin e Buzukut, që se kupton njëri dhe sot e kësaj dite, dhe Buzukut të thot o Tyfon Dibran, dhe unë ta interpretoj që Dibrani i thot Kreshnikut o Tyfon. Ka që të shmendur është. Është e njëjta gjë. Dhe pastaj njerëzit ta marrin këtë poemën time për Kreshnikun Dibran dhe thonë që Kreshniku fliste dibranisht, dialektin e Dibrës. Domethënë ka që të shmendur është e gjitha kjo. Të gjitha këto mite janë marrë si histori reale gjatë gjithë kohës, edhe nga autorët romak, edhe nga autorët grek. Është një çmenduri që pas ka pushtuar që të gjithë. Meni frymthell, sa më shumë futeni në këto labirinthe etimologjish dhe imitime autorësh të ndryshëm të lashtë, aq më shumë e kupton që duhet shkosh në pavionin e të çmendurve dhe ti. Pra duhet të rish gjak ftohtë, duhet ta kuptosh çka ka ndodhur me gjak ftohtësi. Dhe ta quash veten pellazg, akoma më keq, është një lloj sikur mbas poemës time për Kreshnikun nga Dibra, të dalin grekët dhe ta quajnë veten Dibran, nëse poema ime bëhet e famshme. Domethënë deri këtu kemi rënë kaq poshtë. Ju lutem shumë, nëse kaq poshtë kanë rënë vetë autorët grek, duke imituar Homerin dhe stilin e tij, dhe pastaj autorët e Oxfordit kanë rënë kaq poshtë sa ta quajnë gjuhë pellazge. Sepse se kuptonin që Kassandra i tha Akilit o Tyfon pellazgjik, dhe jo pellazgu. Nuk i tha Akilit o Tyfon, dhe s'është gjuhë greke nga ky rezultat, por nuk është as gjuhë shqipe. Meqense zonja Kocaqe nxjerr fjalën Pelion, që do thot ngjyrë gri në greqisht, nga Pela e Jon në shqip, ndërkohë që është emri i Asnjansit në greqisht. Domethënë, kemi arritur çmenduri mbas çmendurie, dhe ju lutem, hiqni dorë nga gjitha këto çmendurira, mos u merrni fare me emrat ilir, që janë gjithë grek, sepse vetë autorët grek janë gatëruar disa herë duke u përpjekur të interpretojnë emrat e Iliadës dhe të Odiseas. Po ju them, me 100%, që të gjithë emrat e qyteteve ilire janë marrë 80% nga Odisea dhe 20% nga Iliada. Ka më shumë emra nga Odisea në qytetet ilire. Qytetet ilire janë më greke se sa vetë qytetet greke, që grekët si kuptojnë se çfarë kuptimi kanë. Sepse qytetet ilire janë marrë drejt për drejt nga Odisea dhe nga Iliada, të kopjuara nga tekstet homerike. Deri këtu ka vajt çmenduria njerëzore, prandaj ju lutem, çdo gjë që lidhet me grekët duhet konsideruar si murtaj. Sepse ata sot do të marrin qytetet tona,
që kanë emra grek nga Iliada dhe Odisea. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.